Rikthehemi në studio me Arin Qorin dhe plas të fabula tjetër ledion në ekran. Në Kosovë zgjidhet, në Shqipëri votohet, përse ndryshojmë kaq shumë. Kjo është pyetje që kam sonte për Arin Qorin, zonja Zotrinj. Dhe enon kanë ndihmuar me 2 harta elektorale, do e shohim tani Arlind. 2 harta, do shohim hartën e Shqipërisë zgjedhje fundi lokale, jo këto të pjesshmet. Dhe hartën e Kosovës, të shikojmë ndryshimin si nata me ditën. Drita, dita dhe errësira. Pra drita dhe errësira është një gjë për të studiuar kjo gjë. Janë dy popull që flasin të njëjtën gjuhë, realisht, pavarësisht nga dialekti. Shikoni. Është për të vënë duart në kokë, për të kuptuar ndryshimin e madh kulturor, se është ndryshim kulturor këtu mbi të gjitha, para se jetë politik. Shikoni ç'bëhet këtu. Shikoni ç'bëhet te Djafas, si bie, andej Djafas. Shikoni ç'bëhet këtu tjetra. Shikoni Kosovën. Ngjyra, gjithandej. Do thoni Marian, po kush ndryshimi? Ja shkon Arlindi. Se pastaj duhet të flas pjesën e dytë të kësaj, duhet të flas me Arlindin për zgjedhjen në Tiranë. Si anulluan zgjedhjen në Tiranë dhe çfarë ndjesie pati Arlindi që kishte filluar një fushat shumë interesante, sondazhet që pam lart e poshtë e nxirrnin me 3 fish më shumë se sa në zgjedhjet e fundit lokale. Arlind, ma komentoj pak të hartën, të lutem. Tani këtu duhet vërtet diskutimi gjatë, po më përpiqem... Sa më shkurse, jo, kam dhe gjëra tjera që... Por edhe themi këtë që në Kosovë ka shumë më tepër demokraci, ka shumë më tepër pluralizëm, Kosovë ka një qeveri që sigurisht mund të jetë kritikueshme si çdo qeveri tjetër, mi është një qeveri që i ka oligarkët kundër, pjesë më të madhe, ka shumicën e mediave të mëdha kundër, ndërkohë që këtu kemi një qeveri që mbështetet fundë krye nga oligarkët edhe ka shumicën dërmuese të mediave ka në favorin e vet. Parantezë. Edhe kur ishte kjo qeveri në Kosovë, që drejtohet nga Albin Kurti, se që drejtohet, tani ja ishën detyrë derisa të ëbe, duhet kujtojmë që edhe kur ishin kundërshtarët e tij në pushtet, asnjëherë nuk kanë diskutuar rezultatet e zgjedhjeve. Okej. Asnjëherë. Në Kosovë deri tani s'kemi asnjë rast ku të thonë ku të flitet për blerje votash, për manipulim ose për shantazh të votuesit Ka fare. pas në vitet e para jo të pavarësisht të çlirimit të Kosovës, mirë po ata herët kanë gjetur një mekanizëm të... Po nuk është në ADN-n e tyre kjo gjë. Të zgjedhjeve. Edhe u ka qenë Thaçi, edhe u ka qenë tjerë, zero. Ka pas më shumë ekuilibër politik, ka pas 2 krah politik relativisht barabartë. Mos të heq ato. Me PDK-n, mos të heq analizën. Krahu i rezistencës paqësore, por ajo që ka qenë më e rëndësishme është futur një faktor i tretë që është bërë dominues, që është vetëvendosja, pra një faktor i tretë që vjen nga poshtë. Qartë, se ndryshoi skema pastaj. Tashmë e bën sistemin politik në Kosovë 3 polar, madje 4 polar. Një farë kuptimi. 3 le të themi, po. Është ndoshta edhe solidariteti që shoqëria kosovare ka pasur për faktin që ka qenë e pushtuar. Pra aty besoj edhe midis partive politike ka një minimum, po themi, mirë kuptimi të paktën për rregullat, për instrumentet e numërimit votave, që ndoshta vjen dhe nga solidariteti që shoqëria, pra ki parasysh diçka. Ti mund të gjesh sot 2 deputet kuvendit të Kosovës që janë parti krejt kundërta, që kanë bërë burg bashkë në kohën e Serbisë. Pra ka dhe një çik më shumë solidaritet, pavarësisht se aty kontradiktë. Kjo mund të jetë një nga arsyet. Janë serioze. Një nga, se thuash, arsyet e thella se pse kemi këtë situatë. Është edhe fakti që ne shtetin e kemi pas tonin, edhe shtetin e kemi parë si një shtet që të shtyp, por është yni. Ndërkohë që në Kosovë shtetin e kam parë deri në 99-ën, si shtet shtypës që është i huaj, dhe kjo ka krijuar edhe këtë idenë që kur ta kemi vetë shtetin, nuk do abuzojmë. Do krijojmë një minimum demokracie. Ti thua të jetë futur kjo në memorien në momentin besoj, është në kulturën shoqërore. Unë her pas here shkoj në Kosovë dhe shoh që edhe marrëdhëniet sociale aty janë çik më mirë kuptuese se sa në shumë qytetarë në Shqipëri. Pak po të krahasosh Prishtinën me Tiranën. Krahasojmë fare. Duket sikur Tirana ka një lloj agresiviteti që tu është llumhane e madhe. Atje ka një etik. Sigurisht është shoqëri çik më tradicionale, këtu është çik më moderne, mirë po edhe tradicionalizmi ka të mirat e veta dhe moderniteti ka problemet e... Tu është moderne në Tallava, kujtohet, të kuptohet. Kuptimin e një lloj agresiviteti, ndërtimeve, e një luksit neveritshëm në disa vende. Po, e vërtet, është vërtet. Nuk po i marrë modernitet i mirë tradicionale e keqe, por nga e pana sociologjike ti e dallon Tiranën nga Prishtina. Sepse këtu është leku drogës, që janë paratë e drogës që nuk mbarojnë. Dhe jo vetëm kaq, por janë paratë e drogës që ndikojnë shumë sistemin politik. Domethënë këtu partitë kryesore janë bashkëpunëtore, ato që diskutuam pak më herët, organizatave kriminale. Megjithatë të rrimë të zgjedhjet. Shqipëria s'ka pas kulturën e rotacionit normal. Apo jo, le ta them. Shumë pak ka ndodhur. Ka qenë aksident.
92-shin, në 2005-ën dhe në 2013. Do të 3 herë. Nga Nano dhe Berisha, le ta themi. Okej, 97-a pastaj s'po quhet. Po mirë, ajo ishte do gjithë Shqipëria. Ajo ishte e pazakon, po. Por kjo kalim relativisht paqësor ka ndodhur 92-shin, 2005-ën dhe në 2013-ën. Pikërisht pra. Problemi është që ata që janë pushtetin... Pa pasur një presion nga poshtë, ishin vetë elitat në atë kohë që respektuan, nuk është se kishin një presion nga poshtë. Po shiko, unë kam shumë qef një shprehje të Nietzsches që thotë që e drejta lind aty ku ka ekuilibër forca. Ku ka ekuilibër forca, pra, bravo. Momenti që kemi dy forca që mund ta shkatrojnë njëra tjetrën, po pa fituar asnjëra përfundimisht, atëherë thonë hajde vendosim ca rregulla dhe kalojmë pushtetin paqësisht. Në Shqipëri kjo nuk ka ndodhur. Nietzsche i referohet Thuqididit, e diti. Kjo është e Thuqididit, lufta e Peloponezit. Pra të po them që këtu ka munguar ekuilibri i forcave, kemi dhe një kulturë politike më agresive për shkaqe të brendshme, pra ku agresioni nuk ka ardhur nga jashtë në rastin e Kosovës, po ka qenë i elitave politika vendase dhe kjo ka ndikuar në mënyrën se si ne. Po një argument i tretë, për të kërkuar rrënjët e kësaj kulture, nxirr edhe një herë ato hartat Ledio, shpejt e shpejt, po një argument i tretë për të hedhur unë pak si provokim intelektual tani për ty, kot për qef. Po fakti që Kosova, pavarësisht nga fakti që ka qenë që atje ka folur shqip, ka pas shqiptar, ka pas probleme, po flasim para Miloševićit. Po një kulturë ish jugoslave, për shembull, nuk mund të jetë një nga arsyet? Po nuk e besoj. Kot po të pyes, njerëz që kur iknin jashtë nuk kishin nevojë për viza, për shembull, fillojnë që këtu. Arlit, ishin njerëz të lirë ata. Nga 1912 deri në 1999, ku Kosova ka qenë nën Serbi dhe Jugosllavi, gjithmonë Jugosllavia, Serbia ka qenë diktatoriale. Jo, po jo si në kohën e Miloševićit. Në kohën e Titos ka qenë ndryshe. Por aty ishte prap një parti shtet, zgjedhjet komanduara. Dakord. Pa diskutim që në periudha ndryshme ka pasur intensitetet ndryshme të shtypjes. Ishin më të hapur me botën, pra dua të them, ishin me europianë, ishin më të mirë. Mund të emigronin, patjetër, mund të emigronin. Po nuk është gjë e vogël ajo. Por prap nuk duket se kjo është arsye kryesore. Nuk e gjen dhe këtë si arsye. Një arsye që unë mendoj që është e rëndësishme është fakti që Kosova ende ndihet në presion nga jashtë dhe armiku i jashtëm krijon më shumë solidaritet brendshëm. Në Shqipëri, duke qenë se armiku i jashtëm është shumë i largët apo një çik abstrakt. Kjo mendon se e bën diferencë. Kjo na bën ne që t'i kundërvijemi me më shumë fuqi njëri tjetrit. Domethënë, një qytetar i Kosovës përpara se të votojë ose përpara se zgjedh midis një partie prap ka këtë frikën se do na vinë nga veriu shovinistët serb dhe do na kthejnë prap në shtypje edhe në poshtrim. Ndërsa kriterin kulturor nuk e fut shumë ti te kjo. Po më kjo ndikon dhe kulturën, sepse në momentin që ti ke 100 ca vite që je i robëruar nga shteti i Serbisë në të gjitha trajtat e veta, patjetër që kjo krijon dal nga dal dhe një kulturë të solidaritetit. Ju thash, sot ti mund të kesh kuvendin e Kosovës njerëz që kritikojnë fort njëri tjetrin, që janë skaje të ndryshme politike, por që mund të kenë bërë burg bashkë. Mund të jenë torturuar bashkë në burgjet e Serbisë. Në Shqipëri ti nuk e ke këtë gjë. Nuk e ke sepse historia është shumë ndryshe. Era e fundit që ka shkel ushtari huaj i Shqipërisë pushtues, ka qenë 1944, është shumë larg. Është shumë larg për të pasur impaktin që ka pas pushtuesi në Kosovë. Arin, le të kthehemi pak brenda kësaj çështje se votime për votime janë këtë gjë. Unë kam dhe dy pyetje para se nga kjo, po shkurtimisht përgjigjet. E para, si u ndjeve kur more vesh që s'do ketë zgjedhje në Tiranë? Kam përshtypjen kam qenë i vetmi i trishtuar në spektrin politik shqiptar, të gjithë tjerët kanë marrë frymë të lehtësuar. Edi Rama, sepse mendoj që po rrezikonte me zgjedhjen në Tiranë, me një kandidaturë shumë dobët, dhe me faktin që shoqëria në Tiranë është më e gatshme për ndryshimet më dha, dhe Sali Berisha sepse për mua më duket i humbur në të gjitha aspektet. I vetmi që është ndjerë keq nga me faktorët politikë, kam qenë unë të ka qenë Lëvizja Bashkë, se ne po përgatiqim për zgjedhjen në Tiranë, po shihnim që kishim shumë mbështetje, një sondazh që është bërë, thash mua më nxirrte gati 3 fishin e rezultateve që kanë pasur në 2023, pra 5% nga 4.78 mos gaboj, që është çik më pak se 3%, po prap çik më pak se 3 fish, po. Që për ty në lëvizjen tuaj është shumë e rëndësishme kjo gjë? Unë mendoj që ne sot jemi akoma dhe më shumë në Tiranë. Dhe unë e shoh në raporti me njerëzit, i vetëm termometi që kam unë është raporti me njerëzit në rrugë. Unë gjithkohë ecin në rrugë, hypin autobus, kam kontakt drejt për drejt me shoqërinë në Tiranë kryesisht, dhe e shoh se sa shumë ka ndryshuar edhe me mua, jo më me vite, raporti qytetarit mesatar Tiranës me mua dhe me Lëvizjen Bashkë. Në këtë situatë ku mund të kishte surpriza vërtet në zgjedhje, unë besoj që Edi Rama ka tërheq frenat e dorës, as i thonë, ato të sigurisë, dhe ka shtyrë zgjedhjen në Tiranë. Mirë, pra, për një sekond. Pra, ti mendon që
hipoteza që është thënë lart e poshtë që ose teza qarkullon që mund të jetë dhe Rama mbrapa vendimit kushtetueses, në fakt bjen kontradiktim me atë që më the pak më parë, ku po flisim për zotin Veliaj. Se më the ai është atje për të gricur, për të mos e lënë rehat Edi Ramën. Këto dy dyja nuk rrin bashkë. Rama e nisi procesin për të hequr qafe Veliaj, sigurisht. Mirë po, në shtator mos gaboj, në shtator kur ai thiri zgjedhjet kishte shumë vetbesim. Kujtonte se Tirana ishte një qytet i çfarëdoshëm dhe mund të fitonte në mënyrë bindse. Mirë po, çdo ditë që kalonte kuptohej që qytetarët e Tiranës do të reagonin dhe në rrugë sipër u kanë përshtypjen ai ka ndryshuar prioritetet. Duke bërë dhe vetë sondazhe, sa i ka ndryshuar prioritetet pa diskutim. Pra, një gjë është ajo që ka menduar Rama në shtator, por dinamik thuat, i ndryshon gjë. Një gjë është kur fundi tetorit, domethënë shumë gjëra ndryshojnë. Dhe Rama e lexon realitetin elektoral, ka dhe mekanizmat, kanë përshtypjen bëjnë sondazhe të shpeshta dhe kanë kuptuar që sidomos Lëvizja Bashkë ka pas rritje të ndjeshme. Dhe kjo, në momentin që zgjedhjet bëhen zgjedhje me 3 fitues të mundshëm, janë më të rrezikshme për Ramën. Pse? Sepse nuk ja shet dot elektorati tradicional socialist idenë e gogolit Berishës. Pra, nëse alternativa është gjithmonë midis Ramës dhe Berishës, midis kandidatit Ramës dhe kandidatit Berishës, Rama ndihet më rehat në raport me atë që mund të quhet elektorati tradicional socialist. Në momentin që ka 3 aktorë, ka 3 subjekte potencialisht fituese, Rama këtu ka një frikë më shumë, sidomos kur alternativa e tretë është Lëvizja Bashkë, një parti që nga i pa me ideo politike i përket smajtës, ndosë se nuk ka asgjë të bëjë me PS-n, por kjo ka qenë goxha sfiduese për të, por Rama thjesht e ka shtyrë problemin. Unë prap do t'jem në 2027-ën. Fiton kohë, thua ti. Thjesht fiton kohë, por nuk e zgjidh dot problemin. Dhe unë kam përshtypjen që ndryshimi ka përfilluar nga Tirana. Siç ka ndodhur dhe në historinë e Shqipërisë, domethënë ndryshimi nis nga kryeqyteti, Tirana me Shqipërinë kanë çik raportin që ka Parisi me Francën. Qartë. Është tamam kjo pararoj e ndryshimeve të edhe në Turqi ashtu ndodhi po. Dakor, mund të ketë vende të tjera që janë më heterogjene nga kjo pikpamje, por nuk ka një, për Romën nuk e quan dot. Për shembull Kosova nuk është Sigurisht. Romën nuk e quan dot se ka të njëjtin impakt në Itali, është një qytet administrativ, por jo ekonomik. Është më e coptuar, po e vërtet është. Vetja paralele që mua më vjen e Tiranës me Shqipërinë është e Parisit me Francën, ku me të gjitha ndryshimet që ka. Sepse janë dy botë. Por kuptimin e peshës, kur ti kërkon një ndryshim të madh, ai nis nga kryeqyteti, edhe në terma të protestave, të rezistencës shoqërore, po edhe në terma të politikës elektorale. Qartë. Dhe para se të ikim Arlind dhe nga kjo ngjarje aktualiteti, unë do desha, e ku e kam këtu, do desha që të pyes, me që jemi të kjo, do desha të pyes, si e mendon ti realisht, zgjedhjet e fundit, edhe këto të pjesën lokale, dhe më thua sharian, këto nuk janë indikator, pra nuk mund nisemi nga këto. Pjesëmarrja që ullët shtregon në tel, tregon që njerëzit janë lodhur aq shumë dhe nuk besojnë më të asnjëra palë. E vërtetës. Pra, unë tani bëj një pyetje, edhe ky pak i shtyrë kështu me qëllim, po themi, a i duan kësaj maset madhe gojima shqiptar që vazhdojnë akoma të votojnë për status quo, a i duan vërtet zgjedhjet, përdesa këtu nuk ka zgjedhje, realisht ka votime, pra nuk jemi në Kosovë, jemi në Shqipëri, a ne duan vërtet zgjedhjet, Arlind, apo mos dosha ka ardhur momenti që ne të heqim dorë nga zgjedhjet? Kjo është realisht një gjë që unë e hedh duke si shaka. Unë e hedh vërtet për diskutim, sepse kemi parë deri tani që më shumë kanë prishur punë, pra më shumë, nuk po fus rastin tënd, po më shumë kanë prishur punë zgjedhjet në këtë vend, se sa ka rregulluar. Ndërkohë që, më kupton çfarë po them? E kuptoj. Është ajo sipas cilës gjendja duhet bëhet ekstremisht keq në mënyrë që pastaj të kemi një o të kemi o mos kemi fare më, se unë kam dhënë ndryshe. Ja ta mbaroj, unë kam dhënë ndryshe tezën më. Se ti e lexon kështu, pra ti e lexon je pa parë po. Unë fati kam ndryshe. Për shembull, po mos kishte zgjedhje sot. Dhe Edi Rama, Ramsi 4, që më pastaj do ishte Ramsi 5, në një ndryshim sistemi, ndryshim regjimi, po themi, të mos ishte më nevojë, mos ishte më i kërcënuar nga dikush tjetër që të zinte vendin. Pra ti ishte aty i përjetshëm. A do kishte nevojë që të përdorte lart e poshtë ushtarët e vet për të vjedhur parat publike, për të shpenzuar, për të paguar patronazhistët, për të paguar zgjedhjet e tjera. Pra, e para një herë do binte në një masë shumë të madhe korrupsione apo jo. Në momentin që ti je i përjetshëm, s'ke nevojë të vjedhër se je atje.
Dakord? Pra, mos dosha Shqipëria një vend me një mentalitet turkoshak të niveleve të larta. Kur them turkoshak, kuptimin e sultanatit, se nuk po e krahasom me Turqinë e sotme, se gjithsesi turqit e sotme janë modern, paktën pjesa këthe nga ura, pjesa perëndimore, jo pjesa azjetike. Po, mos dosha është momenti alit vërtet që ne të punojmë të gjithë për njëshin, po pa pas nevojë t'i zënë vendin, pra të mund të përpiqen t'i zënë vendin. Kjo është pyetja ime. Jo, sepse asnjë regjim nuk jeton pa një opozitë të brendshme. Ka disa shtete që kundërshti. Aty nuk është e përfaqësuar politikisht, po ka njerëz, ka shtresa shoqërore që janë kundra. Dhe ku? Po ku do, edhe në diktaturë, edhe në Emiratet sot. Ke Emiratet Bashkuara sot. Një sekond. to janë Ke Omanin. monarki feudale, që janë mbi një pasuri shumë të madhe nafte, kështu që është kollajt të gjesh konsensus përmes dorovitjes lekëve që vijnë nga shitja e naftës. Shtetet e tjera kanë gjithmonë një hiq rast një totalitarizmit plot, tipi Kore e Veriut, që aty s'pipkin asgjë. Por çdo shtet tjetër ka forca shoqërore që janë kundra. Tani problemi shtu. Zgjedhjet do të vazhdoj hipokrizia është pyetja ime valla. Zgjedhjet janë një mënyrë që fituesit përcaktohet në mënyrë paqësore. Në mungesë zgjedhjeve, aty u ka kundërshti, ka vetëm kryengritje, revolucione dhe luftra Po s'ka këtu. Pra, nëse këtu do t'i zhdukin fare zgjedhja që thua ti, nuk ka se do bijem rehat. Le që do vazhdoj vjedha dhe më keq sepse do kenë më pak frikë nga populli në zgjedhjet e ardhshme dhe e dyta, rivalitetet e brendshme do bëhen më të rëndësishme. Ka teoricien politik që thonë edhe në sisteme një partijake, nuk janë tamam një partijake, sepse brenda asaj partije krijojnë klane, edhe ata duan të zhvasin. Tashmë jemi këtu pra. Tashmë jemi. Ramsi 4 është duke krijuar opozitën e vet. Dhe nuk e zhbëjmë dot as vjedhjen. Ajo që na duhet ne është që zgjedhjet i bëjmë kuptim plota. Dhe mua më pëlqeu reagimi i qytetarëve në 5 bashki kur organizuan zgjedhjet, që boikotuan sistemin e vjetër politik. Përqindja ka qenë 18%. Unë u bëra kurioz dhe pash 18% është e të gjithave. E gjithave. Pra 18% ishte mesatarja pjesë. Pra Vlora ishte më e ulta 12%. Me ulta kishte ca 30 ca. Mati më duke ishte më e lartë apo kush ishte apo? Duket Mati. Mati po. Dhe po ti mblidhje të gjitha këto, 18% ishte pjesëmarrja. Dhe unë pash për kuriozitet në cilin vend ndonjëherë ka pasi pjesëmarrje kaq të ulët në zgjedhje dhe më doli në Haiti në vitin 2015. Tani Haiti është një vend ku si ajo që pam ne skena ndodhi me 10 rand ditë. Plus atje bien tërmete, banda, luft, banda, rrugëve, s'ka shtete që nuk bëhet. Pra vetëm me Haiti mund të krahasohet. Por kjo tregon që shoqëria shqiptare nuk i shkon nga mbrapa. Nuk ka më besim pra, nuk ka më besim. Tani është detyrë atyre që merren me politikë, sidomos e lëvizjes bashkë, që ne t'u japim qytetarëve besimin. Tani në këto zgjedhje ne zgjodhëm të kandidonin vetëm në Tiranë, sepse donin të maksimizojmë rezultatet. Nuk kemi pas kandidatura. Qartë, bashki dhe nuk mund të themi që është e përgjegjësia jonë që nuk dolën shumë qytetarët në zgjedhje. Ata që kanë marrë pjesë kanë dhe përgjegjësinë për pjesëmarrjen shumë të ulët të qytetarëve. Pse s'vut ju? Sepse ju vut kandidatura gjithandej në zgjedhje. Pse nuk e luajnë? Zgjedhje vetëm për kryetar bashkie, pra jo për këshillat bashkiake. Po edhe çfarë thon? Dhe për kryetar bashkie ti shkon për të fituar. Dakor, po të ishit fitoloj. Në analizën politike që bëm ishte që probabilitetin për të pas sukses ne kishim shumë më të madh në Tiranë se sa kudo tjetër dhe kjo thotë që të gjitha forcat tona kombëtare do të përqendronin në Tiranë. Pra, po të kishte zgjedhje në Tiranë, ato 3 ditësh e fundit, aktivistët tanë nga qytetet tjera, fshatra tjera do vinin në Tiranë që ne të kishim rezultate maksimal. Nuk mund ta bënim në kushtet ku jemi me të njëjtën forcë në 6 bashki. Më kupton? Edhe për arsye pastaj financiare, domethënë këtu është një historim vete që Lëvizja Bashkë e vetëm parti që ankohet, tani që po flasim ne, shteti ka ca detyrime ndaj partive parlamentare. Se o ka dhënë lekë akoma? Akoma. Dhe jemi të vetmi që i kërkojmë. Si ja japin lekë. Ore, jemi të vetmi që i kërkojmë, shkojmë për ditë në zyrat e shtetit, themi, ore, është detyrim ligjor, duhet ta jepni të qenë në shtator. Jo, mund zgjat edhe 2 vjet ky babet edhe 3 vjet. Jeni të vetmi që kërkoni lekë. Ore, jemi të vetmi që i kërkojmë për zyrat e shtetit, jemi të vetmi që e ngrim publikisht këtë gjë dhe them, ore, këto partitë e tjera çfarë bëjnë? Ku i gjejmë paratë? Kërkon asnjë nga këta? Po nuk kanë parë publikisht ankohet asnjëri. Asnjë nuk ankohet publikisht. Sa është detyrimi që ju kanë ata ju tani? Një nga detyrimet që kam është diku te 20 ca milion lekë vjetra, që duhet na japin si kompensim për fushatën e kaluar. 20 ca milion lekë vjetra për kompensim. Po pastaj? Pastaj varet nga rezultati, bëhen ca pjesëtime, por kjo është e sigurt tjetër. Për ky kompensimi i qytetit i pari është detyrim ligjor dhe duhet na i kishin dhënë që në fillim të fund shtatorit ose fillim tetorit, është afati fundit ligjor, ne e kërkojmë në Ministrinë e Financave, në KQZ, ata thonë prit. Një në punës aty tha që aktivistit tonë që u interesuar, shko tha, kjo punë mund zgjasë edhe 2-3 vjet, po se vristi mendjen. Çfarë perle? Po pse nuk kanë lekë?
Nuk kanë lekë. Ose s'duan për arsye politike, ose është gatresa burokratike, nuk e di për çfarë arsye. Ju mund të jeni në gjyq? Po bëjmë edhe gjyqi do zjas me vite. Kështu që Çfarë se ka ju bëni aktin? Bëjmë edhe atë. Po Alice, ti tani shiko. Pse bëhesh kontradiktor? Ti thua Arjan, unë do jem këtu sa të kem frymën gjallë. Arjan, po. Po ti nuk është se ke ndonjë nxitim pra. Po them edhe një herë. Se e Ajo gjyqja. që mua më shqetëson politikisht, Po. është që të tjerët nuk i shqetëson kjo gjë. Pra të tjerët kanë burime financimi, ne sot paguajmë qeran, vetëm duke u marrë antarëve tanë kotizacionin mujor. Po tani që ti të kesh një vëmendari më të gjerë politike, nuk mjafton vetëm kotizacioni, sepse edhe antarësia dhe mbështetësit mbështesin më shumë në fushata zgjedhore se sa në përditshmëri. Pra ne kemi pas shumë më tepër sukses në prill, në mars, para zgjedhjeve të majit, për të marrë kontributa nga antarësia, se sa në korrik, gusht apo shtator. Alin duket komplet UFO në këtë vend, ë? Dhe, po ju them, Duket asgjë komplet nuk UFO, është shqetësohet, duri. asgjë parti tjetër nuk shqetësohet, e madhe, e vogël, ku gjejnë paratë. Je i bindur për këtë sepse ata mund të vënë në një moment tjetër të kërkojnë. Mor, po nuk i kanë parë publikisht, mua një herë në javë, unë një herë në javë dal televizor. deri dhe thua. Dhe e them, ju skandal, them, nuk le japin ato që ata takojnë, që të mbajmë minimumin e Dhe që për shtetin nuk janë asgjë se janë 20 milionë hektarë të vjetra. Financimi publik i partive është shumë i rëndësishëm, sepse kur është financimi publik, Normal. nuk e nevojë shkosh te oligarku, nuk e nevojë shkosh te kriminali Qartë. për para. Edhe ju me mënyrën se si menaxhoni lekët, 20 milionë lekë për ju nuk janë pak. Se ju dini të menaxhoni mirë. Ne me një koqillëgun maksimal, Pikërisht pra. për ne është shumë e rëndësishme që ajo çfarë një parti i takon me ligj, dhe që është frymarrje nga pikpamja infrastrukturore. Sigurisht. Pra ne do hynim zgjedhje në Tiranë praktikisht me po të mos vinte ky fondi nga shteti, me shumë mundësi nuk do vinte, ne do shkonim. A ka ardhur apo jo? Jo, nuk ka ardhur, jo. Se ti thua nuk do vinte. Po sepse zgjedhun unë i parashikoja në dhjetor, mes dhjetorit. Tani po hedh hipotezën, po na i jepnin këtë financim brenda dhjetorit apo nuk e di. Po ne plani ynë ishte të shkonim me një fletush bardhezi. Bardhezi, valla, bardhezi. Pa një fletush që është Ç'do të thënë fletush bardhezi? më i lira e mundshme, më ç'të themun. Ose do njëri që bëte një dhurim në natyrë, në një mbështetës që thoshte nënshkruante atë që ku diun 10.000 flet, po ja printoj unë edhe po nënshkruaj deklaratën. Po pse do t'i bëni vetë fletët ju? Patjetër, qofse nuk ke mbështetje nga shteti. Jo, po për cilat flete ke fjalë? Jo flete votime, fletushja që shpërndan njerëz në program. Po flet palosje. Flet palosje, ajo gjëja që i thua se do votosh mua. Ka një arsye pse do votosh mua? Ke nevojë për një flet. Po shkosh me duar në xhep aty qytetar. Po gjithçka kushton. Gjithçka, asgjë s'është falas, po. Shumë gjëra që na duhen arrin t'i sigurojmë përmes mbështetësve tanë. Po ma thuaj që këtë mulla, ku shkoni gjithkoni të lekë? Ku duhet shkosh? Në cilë institucioni që detyrohet? Ministria e Financave dhe KQZ-ja. Po Ministria e Financave është më thënë thesari. Ministria e Financave bashkë me KQZ-n kanë ndarë kompetencat me ligj që për financimin e partive politike. Dhe këto institucioni luajnë ping-pong me njëra tjetrën. Njëra thotë e ka KQZ-ja, tjetri thotë e ka Ministria e Financave dhe rrihet. Po them edhe një herë, e vetja varti që e ngresi shqetësim publikisht këtë gjë prej muajsh është lëvizja bashkë. Të gjitha tjerat i kanë siguruar lekët, nuk e di se si. Ata që na dëgjojnë, t'ia bëjmë pyetjen vetes. Si ka mundësi që partitë e tjera nuk e çajnë kokën? Po mos janë më mirë me marketingun më. Po ç'marketingu? Unë nuk i kam parë të kërkojnë kontribute nga antarët e tyre asnjëherë. Nuk as kërkojnë kontribute nga antarët. Pra nga antarët nuk kërkojnë kontribute. Nga shteti nuk kanë marrë lekë, s'kan marrë një lloj si ne. Ku i gjejnë parat? Kush i mban me lekë këto parti? Kush i mban me lekë? Ndoshta ata që i votojnë pra. Po jo more se ata që i votojnë, edhe një herë, ta japin kontributin kur ti i bën thirrje. Më kupton? Unë çdo muaj në Facebookun tim ose rrjetet mia sociale u them antarëve të Lëvizjes Bashk, vazhdoni na mbështesni me ato 2.000 lekë e vjetër, me ato 10.000 lekë e vjetër. Vazhdoni na mbështesni, sepse partia do të ketë një minimum po normal të ardhurash për të thyer aktivitetin e saj. Përndryshe do ngelim në Tiranë. Sigurisht. Sepse, në Tiranë e kemi më lirë, sepse hyp autobusi dhe shkoj gjithandej. Më kupton? Por askush tjetër nuk e bën këtë gjë. Dhe kjo është shqetësuese për të kuptuar sistemin politik në Shqipëri. Ai muhabeti vjetër. Kush të paguan të kontrollon. Qofse të paguajnë oligarkët, kontrollojnë oligarkët, qofse të paguajnë kriminalët, të kontrollojnë kriminalët. Kjo është e sigurt. Kjo është pak po e sigurt. Ne nuk e pranojmë këtë lloj mbështetje, prandaj kërkojmë zbatohet ligji. Pyta. Arlind. Ledio ka gati një fabul tjetër, po para se vim të fabula tjetër Ledio, le të kujtojmë të gjithë se ma kujtoi Arlindi tani nga transporti, duhet gjithçka kushton në fakt. Po, edhe për të hedhur lek dhe